Fëmijët nuk donin të kalonin Krishtlindjen me nënën e tyre dhe e lan vetëm për darkën e Krishtlindjes. Disa ditë më vonë, ata do të pendoheshin shumë. Pas ditën e 24 dhjetorit, Vera po priste me padurim darkën e Krishtlindjes. Gruaja 70 vjeçare ishte shumë e pasur dhe përgatiti një darkë të bollshme për 5 fëmijët e saj. Charlin, Eddie, Michael, Alexander dhe Andrei. Djemtë e saj ishin tashmë të rritur dhe nuk jetonin më me nënën e tyre. Shërbetorja e saj Kira po ndihmonte Verën të vendoste tryezën dhe së shpejti do të dilte për darkë me familjen e saj. Në tryezë kishte gjithçka, nga frutat egzotike deri tek kaviari, pjatat e shijshme si salmoni dhe karkalecat dhe ëmbëlsirat tradicionale të Krishtlindjeve. Sa i përket pijeve, fëmijët mund të shijonin shampanjë shumë të shtrenjtë, verëra të mira dhe lëngje. Gjithçka ishte perfekte. Vera bleu disa dhurata për fëmijët e saj dhe ishte shumë e emocionuar. Megjithatë, Kira, e cila e donte shefen e saj si nënën e saj, ishte e shqetësuar për një zhurmë të tillë, pasi friksohej se do të përfundonte e zhgënjur nga fëmijët e saj. Rezulton se fëmijët e Verës ishin njerëz të këqij me karaktere të tmerrshme që vizitonin rrallë nënën e tyre dhe shfaqeshin vetëm kur kishin nevojë për para. Vera ishte një grua e suksesshme, pronare e një pjese kontrolluese në një kompani të madhe dhe të njohur të makinave luksoze dhe çdo muaj ndante fitimet me 5 fëmijët e saj. Asnjëri prej tyre nuk punonte dhe as nuk ishin të martuar ende. Ata thjesht shpenzonin paratë e nënës së tyre për udhëtimet ndërkombëtare, shumë festa në jahte, rroba, orë, makina dhe çdo gjë tjetër që mund ta imagjinoni. Por gruaja e pasur dëshironte shumë të kishte nipër, por asnjëri nga djemtë, pavarësisht moshës së tyre, nuk ishte afër të fillonte familjen e tij. 5 djemtë ishin mbi 30 vjeç dhe ende jetonin nga paratë e nënës së tyre, por askush nuk donte të qëndronte pranë ose të jetonte me të në vilën, sepse e dinin që më në fund dikush do të duhej të kujdesej për nënën e tyre, e cila ishte tashmë shumë e vjetër. Shërbetorja e shqetësuar se nuk do të vinte njeri dhe i pyeti nëse ishte e sigurt se do të vinin. Milionerja konfirmoi se fëmijët do të vinin dhe se ishte shumë e lumtur, pasi kishte kaluar shumë kohë që kur kishte mbledhur të gjithë familjen e saj. Pastaj Kira mbaroi së ndihmuari zonjën e shtëpisë dhe u kthye herët në shtëpi, ndërsa Vera mbeti të priste ardhjen e fëmijëve. Duke admiruar dekoratat e Krishtlindjeve, gruaja e pasur ishte i kënaqur. Orët kaluan derisa ra nata dhe asnjëri nga djemt nuk u shfaq. Ajo u shqetësua se ndoshta diçka kishte ndodhur dhe u përpoqi të telefononte, por askush nuk ju përgjigj. Pastaj Vera u dërgoi secilit një mesazh audio dhe priti që dikush të përgjigjej. Por 5 djemt ishin një më keq se tjetri kur bëi fjalë për nënën e tyre dhe nuk i kushtuan as pak vëmendje mesazheve të gruas së moshuar. Vëllezërit ranë dakord të festonin festën me shumë alkool, gra dhe e dinin që pushimet e nënës së tyre do të ishin një darkë e rregullt me muzikë. Për më tepër, ajo ndoshta do të insistonte që të gjithë të luteshin. Pas një kohe Vera, tashmë shumë e shqetësuar, filloi të merrte mesazhe nga djemtë e saj, secili prej tyre duke shpikur justifikime gjithnjë më të çmendura, duke thënë se nuk mund të vinin. Gruaja u gjet e vetëm dhe shumë e trishtuar. Asnjë nga 5 fëmijët e saj nuk donte të darkonte me të. Zemra ishte thyer dhe ajo qante me dhimbje. Ajo ndihej tmerrsisht që ata po largoheshin. Gjithnjë e më shumë prej saj dhe asnjëri prej tyre nuk donte të kalonte asnjë ditë në vit me të. Ajo ishte kaq e mërzitur sa që nuk preku as darkën që i kishte marrë kaq shumë kohë për t'u përgatitur. Thjesht shkoi në dhomën e saj dhe shpërtheu në lot. Ndërkohë darka po shërbehej në shtëpinë e shërbëtorës. Nuk kishte luks të tillë si në shtëpinë e Verës, por të gjithë ishin të lumtur. Kishte pjata kryesore për darkën e Krishtlindjes dhe për pije kishin shumë pije të gazuara dhe lëngje. Kira kishte 2 fëmijë, Julianin 18 vjeçar i cili ende jetonte me të dhe burin e saj Markos dhe Gjenin 25 vjeçar, e cila tashmë ishte martuar dhe kishte 2 fëmijë të vegjël.
Fëmijët e shërbetores, ndryshe nga fëmijët e një gruaje të pasur, ishin gjithmonë afër nënës së tyre, e ndihmonin kur kishte nevojë dhe ishin gjithmonë të pranishëm në festa. Vajza më e madhe e vizitonte çdo fundjavë dhe sillte një përit e mbesat për të dekoruar shtëpinë. Ivan, burri i Julias, adhuronte gjithashtu të afërmit e tij. Ai shkonte mirë me ta. Darka ishte e thjeshtë, por gjëja kryesore ishte se ata të gjithë u mblodhen rreth tryezës, kënduan, folën, fëmijët luajtën, gjithçka ishte perfekte. Por Markos i vuri re se gruaja e tij po mendonte për diçka tjetër për një moment, sikur të ishte shqetësuar dhe e pyeti: "A është gjithçka në rregull, dashuria ime?" Por po mendoj thjesht për zonjën Vera. Po pyesja nëse ndonjë nga djemtë e saj kishte ardhur, tha Kira me mendim. Pra, të gjithë ishin kurioz të dinin çfarë po ndodhte. Shërbetoria shpjegoi se Vera ishte shumë e pasur dhe se fëmijët e saj egoist e bezdisnin vazhdimisht. Ata rrallë vizitonin, por gjithmonë donin më shumë para. Dhe se në veçanti atë mbrëmje, zonja me të cilën ishte shumë e lidhur po priste me padurim ardhjen e fëmijëve të saj. Të gjithë vërejtën se Kira ishte trishtuar sepse e pëlqente shumë Verën. Kështu që Juliani dha një ide: "Mami, pse nuk shkojmë në shtëpinë e saj, sikur të shkonim t'i uronim një krishtlindje të gëzuar dhe të shihnim nëse është e vërtetë dhe se është vetëm." Kira pëlqeu shumë këtë ide dhe pyeti nëse të gjithë ishin dakord. Të gjithë ranë dakord, sepse ishin njerëz shumë të mirë dhe nuk donin që Vera të kalonte krishtlindjen vetëm. Kur arritën tek shtëpia e Verës, ata e ranzilës dhe pritën. Vera, e cila po shtrihe e përkulur në shtrat, ndëgjoi zilen dhe menjëherë mendoi se kush mund të ishte, sepse fëmijët e saj nuk do të vinin. Kështu që u befasua shumë kur pa Kirën me familjen e saj përmes dritarës. Vera vrapoi poshtë shkallëve dhe hapi derën. Shërbetoria menjëherë kuptoi se fëmijët e zonjës nuk kishin ardhur. "Mirëmbrëma, zonja Vera. Jam pak e përgjeruar t'ju them këtë, por tryeza jonë në shtëpi u thy dhe gjithçka që kishim ra në dysheme dhe nuk doja të lë familjen time të uritur për krishtlindje, kështu që mendova." Por para se shërbetoria e varfër të kishte kohë të mbaronte fjalën, Vera përsëri e mbushur me gëzim e ndërpreu: "E dashura ime, të gjithë jeni të mirëpritur këtu. Ju lutem, hyri dhe ndjehuni si në shtëpinë tuaj." Gruaja e pasur u emocionua përsëri. U befasua nga vizita e papritur, por nuk mund të ishte më e lumtur sepse nuk do të duhej të kalonte krishtlindjen vetëm. Ajo u tha të gjithëve të ulen në këtë tryezë të pasur. Me gëzim të madh në zemrën dhe emocionet e saj, ajo tha: "Jam shumë e gëzuar që jeni të gjithë me mua sot. Perëndia e di sa kisha nevojë për këtë. Ju jam mirënjohëse për gjithçka që bëhet në këtë shtëpi. Kira, ti je vajza që nuk kam pasur kur. Pra, ti dhe familja jote mund të vini gjithmonë të më shihni kur të doni." Së bashku dëgjuan muzikë, shikuan fishek zjarret që po ndizeshin në rrugë, kënduan, folën dhe u argëtuan gjithë natën. Dhe kur fëmijët vrapuan për të luajtur rreth pemës së madhe të krishtlindjeve, ata bërtiten: "Mami, ka dhurata këtu. Mund t'i hapim?" Gjeni, e përgjeruar, menjëherë tha: "Jo, fëmijë, kjo nuk është për ju." Dhe ajo ju kërkoi falje gruas së pasur. Por milionera ishte e lumtur sepse i pëlqeu shumë qëndrimi i fëmijëve. Për një moment, ajo imagjinoi se çfarë do të ishte të kishte disa nipër që vraponin dhe luanin rreth shtëpisë. Pastaj ajo tha: "Mos u shqetëso, dashuria ime. Në fakt, do të doja t'ju jepja dhurata në mbrëmje. Të gjithë vini këtu te pema." Dhe familja e shërbetorës e turpëruar pranoi me gëzim dhuratat. Ata nuk mund të imagjinonin që një ditë do të kishin gjëra kaq të shtrejta. Markos, Ivan dhe Julian morën or ari, parfume të importuara dhe bluza elegante, si dhe elektronikën më të fundit. Kira dhe Gjeni morën një telefon celular të ri, i cili ishte menduar për fëmijët e një gruaje të pasur. Meqense nuk kishte dhurata për fëmijët, gruaja u kërkoi atyre të prisnin një minutë dhe shkoi në një nga dhomat. Pas një kohe, ajo u kthye e ngarkuar me lodra, gjë që i bëri fëmijët shumë të lumtur. Rezulton se Vera
e cila ndëronte për nipër, kishte bler disa gjëra paraprakisht. Fëmijët kërcyen në magazin, prapuan tek Vera dhe e përqafuan të lumtur dhe të emocionuar dhe e falenderuan disa herë. Faleminderit gjyshja Vera. Gjeni u kërkoi falje dhe kërkoi fëmijëve të mos e thërisnin gjyshe, por milionerja u emocionua dhe pothuajse shpërtheu në lot. Duke parë të gjithë këtë dhe të gjithë këta njerëz të mbledhur, duke qeshur dhe duke festuar, ajo buzëqeshi. Ajo ndihi sikur kjo ishte familje e saj. Ishte shumë e gëzuar që ata I dha një natë të mrekullueshme. I ftoi ata të kalonin natën tek ajo dhe ditën tjetër ata bën një barbecue duke përdorur ushqimin e mbetur nga darka. Ata u argëtuan shumë. Në fund të ditës, Vera u tha lamtumir atyre. I falenderoi për gjithçka dhe tha se nuk kishte pasur kur një krishtlindje kaq të lumtur në jetën e saj. Familja u fut në makinë ndërsa gruaja e pasur bisedoi me Kirën. Vera shikoi në sytë e saj dhe tha se kishte menduar për qëllimet e tyre të vërteta për të ardhur për darkë. E di pse e bëre këtë, e dashura ime, dhe jam shumë mirënjohëse ndaj teje. Fëmijët e mi janë nën fal dhe me familjen tënde kam pasur gjithçka që nuk kam pasur kur me ta. Faleminderit shumë që më bëra mbrëmjen më të mirë, tha Vera. E emocionuar, Kira përqafoi butësisht zonjën e shtëpisë dhe u largua. Ditën tjetër, asnjë nga fëmijët e Verës nuk dha lajme dhe gruaja kuptoi se vetëm Kira dhe familja e saj e vlerësonin. Gruaja e pasur me njerë thiri avokatin financiar të kompanisë së saj dhe I kërkoi atij të transferonte të gjitha aksionet e saj te Kira, gjë që u bë. Vera gjithashtu ftoi shërbetorët dhe familjen e saj të kalonin Silvesterin me ta. Ata ishin shumë të lumtur pasi ishin lidhur me këtë zonjë dhe të gjithë festuan vitin e ri me gëzim të madh. Disa ditë më vonë, Kira arriti në vilë për të parë nëse gjithçka ishte në rregull. Donte të linte gjithçka në rregull sepse ishte e shqetësuar për Verën, por fëmijët e saj të ligë, të cilët duhej të arrinin çdo moment, megjithatë kur arritën, djemt ishin tashmë në vilë dhe po grindeshin. Asnjë ditë nuk kishte kaluar që kur zonja u varos dhe shpifësit tashmë po grindeshin për atë që do të merrnin trashëgimin. Kur pasi Kira kishte ardhur, ata e shikuan me përbuzje dhe më I madhi Charlie tha: "Dil nga këtu shërbetore, tani që nëna jon ka vdekur nuk je më e përshtatshme për asgjë këtu. Je e dëbuar." Dhe të gjithë të tjerët ranë dakord. Kira u largua e ofenduar dhe shumë e zemruar. Si mund të ishin kaq të pandjeshëm? Por ata nuk kishin ide se çfarë I priste. Disa ditë më vonë, palët e interesuara u ftuan në një takim në kompani. Ata ishin të entuziazmuar dhe bën shumë zhurmë. Ata bërtitën duke kërkuar që avokatët të lexonin menjëherë vullnetin e të ndjerës. Avokatët u ulën në një dhomë konferencash me 5 fëmijët e ish shefes së tyre dhe filluan të lexonin vullnetin. Shpifësit ishin të etur të ndëgjonin pjesën që kishin të bënte me shpërndarjen e trashëgimisë. Dhe tani, ky moment kishte ardhur. Avokati financiar filloi të lexonte. Unë, Vera, deklaroj se jam e shëndosht mendërisht dhe e lirë nga çdo ofertë ose nxitje nga të tjerët. Deklaroj se të gjitha asetet e mia duhet të transferohen tek Kira Santana, punëtorja ime dhe miku më besnik I imi. Djemt u tronditën, të gjithë ishin në dëshpërim. Çfarë lloj shakaje është kjo? Ka diçka të gabuar në këtë dokument. Dhe avokati vazhdoi. Të gjitha asetet e regjistruara në emrin tim, përfshir vilën në të cilën jetoj tani, dhe të gjitha aksionet e kompanisë duhet të transferohen te Kira, e cila është aktualisht kreu I ri I kompanisë. Shpifësit nuk mund të besonin atë që ndëgjonin. Rezulton se nëna e tyre kishte tërhequr të gjitha paratën nga banka. Ajo shiti të gjitha pronat e saj, përfshir punën në të cilën jetonin djemtë e saj dhe gruaja e moshuar nuk kishte më të drejta në emër të saj. E vetmja gjë që I kishte mbetur ishte kompania dhe një vilë për shërbetorën e saj. Ata ishin plot zemrim. Kjo është absurde, nuk mund ta ketë bërë këtë. Do t'ju padisim, bërtitën vëllezërit.
Por me sa para do ta bëni këtë? Pyeti avokati, duke qeshur pas shpifësve, sepse e dinte se ishin shumë të egër ndaj gruas së ndjerë dhe morën atë që meritonin. Disa ditë më vonë Kira mësoi për këtë. Ajo dhe familja e saj nuk mund të besonin se ajo ishte tashmë kreu i kompanisë dhe pronare e kësaj vile të madhe. Të gjithë ishin të lumtur dhe Kira qante me emocion. Ajo hyri në dhomën e zonjës dhe pas e në tryes kishte një letër të adresuar tek ajo. Dhe kur e lexoi u befasua. Përshëndetje e dashura ime, Kira. E di që duhet të jesh e trishtuar që po largohem, por nuk dua të jesh e penduar. Ti ishe vajza që nuk kam pasur kur dhe kemi kaluar një kohë të mrekullueshme së bashku. Ti dhe familja jote më mbushët zemrën me gëzim këtë krishtlindje të kaluar si kur më parë. Ndjeva shumë dashuri dhe tani do të doja që edhe ti të ndihesh e dashur nga unë. Të lë gjithçka ty dhe do ishte shumë e lumtur nëse do të je në këtë vit. Kjo shtëpi duhet të jetë e mbushur me jetë, ashtu siç ishte në Krishtlindje. Shërbetoria e ulur në buzë të shtratit filloi të qante dhe u prek shumë nga fjalët e fundit të zonjës së saj të dashur. Shpejt pas kësaj, Kira mori drejtimin e një kompanie automobilistike dhe filloi të punonte atje. Ajo i premtoi vetes se do të bënte gjithçka për të lavdëruar emrin e verës. Kreu i ri dhe familja e saj u zhvendosën në një vilë ku jetonin shumë të lumtur dhe çdo krishtlindje së bashku kujtonin këtë zonjë me butësi dhe dashuri të madhe. Të dashur shikues, çfarë mendoni për këtë histori? Ndani mendimet tuaja në komente. Dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë pëlqeni dhe abonoheni në kanalin tonë.